por më 24 janar u pa qartë se populli nuk është lodhur, populli është i zemëruar, ndërsa shqiptarët përballen çdo ditë me varfërinë, me çmime që rriten dhe me pasiguri për të nesërmen, ndërsa pensionistët numërojnë qindarkat dhe të rinj të largohen çdo ditë më shumë nga ky vend, sepse nuk shohin më asnjë lloj perspektive, as drejtësi. Në anën tjetër të pushtetit shohim 300 apartamente në pronësinë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, afera dhe pasuri që nuk justifikohen dot me disa vite jetë pune. Ky është kontrasti brutal i kësaj qeverisje, qytetarë të cilët me zimbi jetojnë dhe pushtetarë të cilët pasurohen në mënyrë skandaloze. Belinda Balluku dhe Ergys Agasi nuk janë thjesht emra në kronika, por simboli një sistemi ku djersa e shqiptarëve kthehet në apartamente, kontrata dhe në favore për rrethin e pushtetarëve.